Transportuesit privat me gjithsej 105 autobus nuk janë në qarkullim për gati 2 ditë, për shkak të mungesës së mjeteve financiare për të siguruar lëndën ndjekëse për qarkullim. Qyteti i Shkupit tashmë ka miratuar një pagesë prej 40 milion denar për transportuesit privat, por të njëjtat janë bllokuar në ndërmarrjen qarkulluese publike. Kaosi me autobuzët privat ende po vazhdon. Pritjet e gjata të qytetarëve në stacionet e autobusave tashmë janë bërë të bezdisshme, pasi që kjo situatë po përsëritet për të disatën herë, si shkak i mospagesës nga autoritetet. Situata po përsëritet, por zgjidhja nuk po shihet askund. Dhe në këtë rast, prej vetëm ngelen përsëri qytetarët. Autobus që vënohen, stacionet të mbushura me qytetarë të lodhur në pritje të pafundshme. Transporti publik në vend po përballet me sfida të vazhdueshme, nga ku më së shumti po rëndon përditshmërinë e qytetarëve. Për një kohë kaq të shkurtër është shkaktuar shumë parregullsi dhe revolt tek qytetarët, nga ku një qytetar për televizionin Shenja thotë se duhet të merren masa ose ndryshe të mblidhen të gjithë për të bllokuar rrugët. Që një urëzisë priti 55 hiç se me të knaqem, as pato. Duhet me marrë mosë me dalën kejtë edhe me i bloku rrugët. Që të rrugdalën nuk kemi, se nuk në pengojnë. Me ardhan dikush i ka termina me shku të mjeku, dikush i ka termina me shku, dikon tjetër kund me shkue, edhe na nuk mërimi, kur mërimi atje, vanome, nuk na pranojnë, prap na unë me kohë shumë. Po thëmë, me pas autobusa, zishojnë autobusa, qarkullojnë autobusa. 30 minuta pres autobus. 30 minuta. Nëntën e pres shumë kohë, 20 minuta pres, por nuk ka. Më të parregullta janë 9, 19 dhe 20. Ndërkaq, edhe krahas faktit që disa linja qarkullojnë, përsëri një tjetër qytetar është e këtë arsyeshme që të ketë më shumë autobusa në qarkullim. Jo shumë, 15 minuta pres, po mendoj se duhet të ketë më shpesh autobus, por ende nuk ka. Për disa të tjerë, mungesa e autobusit detyron qytetarët që në këto temperaturat e larta të ecin në këmbë me kilometra të tëra. Shka hiç, në kohë më shkajvën. A mërë të më parë. Në shumë të kërëja që unë, në kohë më. Ka dalë më bërëje që. Ndërkaq, qytetarët u drejtojnë autoriteteve duke thënë që të gjejnë zgjidhje sa më parë që të mundet dhe të mos ketë më parregullsi të këtij lloji, pasi që, siç thonë ata, transporti është një element bazë për të funksionuar shoqëria.